është e pa mundur me pas mendu që para 20 pak vjetëve që në Kosovë të lirë të mbahen në lojën mesjetare, kemi atletë sa ma cilësor dhe të përgatitur që vërtet të marrëmi medalje. Pa këto kushte është pak shumë më vështirë. Përket lojrave mediterane apo mesjetare, që është viti 2030 është i fundit, ne jemi edhe më parë, por edhe tani, prej që është marrë vendimi që do të mbahet në Kosovë, është një senzacion i jashtëzakonshëm, është e pa mundur me pas mendu që para 20 pak vjetëve që në Kosovë të lirë të mbahen në lojën mesjetare ku të marrin pjesë 26 shtete të cilët bëjnë pjesë. Ne si Federatë Atletike gjithëherë po dëshirojmë të bëjmë të pamundurën, edhe pse kena pengesa, shumë pengesa për atletët, për përgatitjet e tjera, por sidokudo ne duhet t'ia ndalim edhe për gara tjera, por kryesisht për lojrat mesjetare është diçka speciale. Ne si Federatë Atletike do të konkurrojmë sigurisht, posaçërisht me që mbahet në vendin tonë, që të kemi atletë sa ma cilësor dhe të përgatitur që vërtet të marrëmi medalje të bronzë, të arit apo të tjera, sepse kishte me qenë një senzacion i mirë ku në vendin tonë, kur mbahet një garë, çfarëdo gare, por kjo është mediterane për 26 shteteve, atëherë kishte me qenë shumë diçka e mirë, jo vetëm për atletin, për Kosovën, për klubet e federatën, por edhe për vetë Kosovën. Trajnerët e klubeve këtu, kemi këshillat profesionale, selektorët të ndryshëm, janë ka punojnë, janë të dal nga dal, duhet të formojnë një ekip dhe besoj që do të marrëmi pjesë në mënyrë të thukt, që të përfaqësojmë Kosovën bashkërisht me të tjera federata si motra të kësaj olimpiade apo mediterane. Kryesor është atleti. Pas atletit është shtigjet e atletikës. Trejnerët, vendi ku bëhen garat, dhe përgatitja e tyre, ne fatkeqësisht Federata Atletike e Kosovës që nga viti 1991 kur e kemi themelu Federatën e pavarur, Federatën Atletike të Kosovës, kur edhe me 2015 jemi bërë antari organizmit më të madh në botë, do të Federatës Botërore në Peking, ne kemi punu edhe do të punojmë që të arrihet. Mirë po, pa këto kushte është pak shumë më vështirë, por ne po e marrim këtë çështje që duhet të përgatitemi dhe do të bëjmë llogaria, planifikime të ndryshme që këta atlet për një përgatitje të posaçme tu e kyç edhe Komitetin Olimpik, edhe Ministrinë përgjithësi dhe vërtet t'i dërgojmë aty ku ka shtigjet e atletikës, ku ka vend për hedhje, ku ka vend për kërcime, e tjera, sepse atletika është i ka disa disiplina. Në Kamenic është ndërtu me një intensitet të jashtëzakonshëm, do të pjesa e fuqishme apo që thojnë e vrasht, është në rregull dhe sidomos në Mitrovic, ai veç është të shku përfundimit, na besojmë që si vjetë, besojmë, unë po besoj dhe po kam qef me besu, po të të drejtën se s'di s'ka mundet me bo, që si vjetë do të përfundoj ajo, sepse na që nga viti 1991 në stadiumin e Mitrovicës nuk kemë bo gara cilësore se një herit e pa të në kupu. Tjetër ko është të na u shkatru dishka shtigjet, andaj si kur të është bërë shtegu i atletikës në Mitrovic, ki është si një qendër e kretë klubeve ku marrim pjesë, atër nuk kishmi pas fort dëshirë apo nevoj që të shkojmë edhe dikun tjetër.